arti dhe kultura janë, le të themi, gjëja më kryesore e cila e prezanton një qytet, por edhe vlerat tona kombëtare, pse jo, patjetër janë pjesë e saj. Para pak ditësh, më saktësisht me datë 2 dhe 3 dhjetor, në Prizren është mbajtur festivali mbar kombëtar Kënga Qytetare na bashkon në Prizren. E pjesë e këtij festivali ishte edhe grupi Burimi nga Ulqini. Përshëndetje, mirë se më vini në studio. Përshëndetje. Kam kënaqësi të kem zotëri Sakmille në studio, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje edhe juve, e stafit juvi. Faleminderit. Mustafa Zhugjelli, përshëndetje. Përshëndetje stafit dhe gjithë shikuesit ta. Kënaqësi dhe zotëri Bastrimilla, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje juve dhe stafit punus, si dhe teleshikuesve. Kënaqësi. Të flasim për një festival mbar kombëtar. Kënga na bashkon, por kur flasim le të themi për vlerat edhe për këngët e bukura qytetare. Njëherët si erdhi ftesa, nuk është hera e parë, apo jo, Mustaf, nëse do na shpjegoje pak këtë, le të themi, bashkëpunimin e ngushtë me Ulqinin, Prizrenin edhe pjesë e këtij festivali, çfarë mund të themi? Pikërisht sa i përket Kosovës është hera e parë. Mirë. Ajo erdhi domethënë në mënyrë spontane, me që 1 muaj më përpara ishim në festivalin që mahet Festivali Këngës Qytetare në Tetov, me emrin Teuta. Dhe pikërisht organizatori vetë të këtij festivali Zamaku i Prizrenit, domethënë Kënga na bashkon, na kishte dëgjuar atje, kishte qenë prezent apo dëgjuar dhe atëherë në bazë saj i lindi ideja, na ka ftu, si thotë, dhe ne ju përgjigjëm, pra ishte një kënaqësi e veçantë. Si, le të themi, si përzgjidhni këngët me çfarë do të prezantoheni në festivale të tilla? Zotëri Isak, çfarë bisedoni me njëri tjetrin edhe si vjen përzgjedhja e këngëve për t'u paraqitur në festival? Po, na kemi një fat që e kemi udhëheqin muzikor, Mustafa Zhugjelin, i cili i ka ata prevoja edhe i cili i ka fondet të këngës vjetër. Po thuj, që e ka një trashëgimi për babës, Alis Zhugjelit, e kështu që e ka fondin pa fund, që i thot, ka i përket këngës burimore, dhe ashtu si mas ti, por edhe ai e diskuton me ne gjithë një, që i zgjedh këngët që janë ulqinake, që i kena këndu me kohë, me bite me rallë, edhe që i kanë qenë prezentuse edhe në për darsma, edhe në për festivale, ku do që ofë që doatë. Kështu që nuk e kemi atë të lashe, se e kemi profesionistin i cili këqyre edhe përmbajtjen e këngës, se cila këngë ka atë përmbajtjen e vetë, që i fletë për dashuri, për sene të tjera, që na kombenen edhe e kultivom. Të më thanë, këngë vjetra burimore. Në Prizren me çfarë u paraqitet? Në Prizren jemi paraqit me 5 këngë, të cilët kryesisht janë të tyre trejave, dhe me thënë ka të bëj me detin, me dashurin, me kanë që janë kënu në këto treva me shekuj, edhe i kemi prezentu ato kanë sepse ato nuk kënohen në trojet tjera shqiptare. Si që dim, kohën e fundit në trojet shqiptare, dhe me thënë kënohen me regione çdo region ka dhe folklorin edhe muzikën e vetë. Jugu Shqipnis ka muzikën e vetë, Shqipëria mesme muzikën e vetë, mirë po ne këtu jemi ma tepër të lidhun me Shkodrën. Kemi këngë shumë të Shkodrës që janë kënu me shekuj në Ulqin, por normalisht edhe këngët që kanë lindë këtu prej popullit autokton shqiptar në Ulqin. Trendet e fundit rinis, si që shofim, janë duke harruar krejt të këngë, janë sjell një farë turbo folkut, e kështu na normalisht në konsultim me Mustafën, i cili është udhëheqësi i grupit, kemi ba çmos që ti kultivom këto këngë. Sepse ne ashtu na hy do muzikat
trojeve tjera, muzika nga Kosova, të cilën na e adhurojmë shumë, por tu është kënu ma pak se sa kjo e Shkodrës. Kështu që ne mundohemi që t'i rujmë një to këngë e trojeve tjona. U bët diferenca, besoj edhe nga pjesëmarrësit e tjerë, sepse edhe jeni vlerësuar, ishte një festival i cili kishte juri, apo jo, Mustafa? Po. Si rezultoi letimi, me çfarë mirënjohje u shpërblyet edhe si u prit performanca juaj nga publiku dhe juria? Po ne morëm 2 çmime, ata shfaqen për mirënjohjen. Njëni ishte çmimi, domethënë, si orkestra ma kompletuar e festivalit, dhe çmimi tjetër ishte për nga interpretimi original të këngës. Më lejoni pak të në liri vedit, veç sa t'i bashkangjitë muhabetit, mos në kalojnë biseda pasi, pyetët se si vje ideja këngëve. Ideja këngëve është aty, dhe me thonë janë këngë tona. Kur manë këta festivale, këta manë veç me një qëllim, që truhen këngët në mënyrë originale për çdo vend për kacës. Dhe me thonë ku kënohet. Shumë këngë ka që kënohen edhe këtu, dhe mbarë Shqipërinë ose që i kemi marrë të ka herë, kanë kalu ma se 50 vite, pa do të banë një mënyrë këngët tona. Dhe pa marrë parasysh si e dim se nuk është kënga jonë për shembull, nëse e kënom në stilin ton, me tekst tonin, për ka dialektit, formin, mënyra ekzekutimit, vija melodike, dhe me thonë, kur gja festivali nuk ka kundër, dhe me thonë, rrjedha festivalit që të vlerësohet. Kurse këngët janë zakonisht shumë të vjetra, sa i përket grupit Burimi, mund të them këte, është një risi e veçantë që është i qëllum grupi ku gjithë antarët këndojnë, sepse është një mosh, dhe ata praktikisht nuk improvizojnë kur gja, por e këndojnë tamam ashtu si kanë përjetur dikur në kohën e tyre që janë këndu këngët. Me keqardhje thamë, çka nuk është mirë që po harrohen nga ana e trive, nuk ka të interesum dhe me thonë që me vazhdu. Tashti është hap shumë horizonti i këngëve për gjithë vendeve, mirë po, mu për këtë arsye marrën edhe këtë festivale, që me rujt doket zakonet, sepse në një këngë shifen gjitha pra mentaliteti, theksimi, dialekti, folja, melodia, mënyra ekzekutimit, instrumentet muzikore, janë shumë gjëra pra ku edhe juria i vlerëson këta pikërisht në këtë formë. Sa antar jeni në grup? Na jemi për momentin 10 antar. 10 antar. Të gjithë këndojnë? Apo kemi edhe veçmas me instrumente? Shumë bukur ma përkujtut, pra ke shumë rëndësi për ta cekur. Në grupin ton jena bazu, pra vetë ekzekutojmë, vetë këndojmë. Por dhe këndimi nuk bëhet në mënyrë thjesht vetëm në një za, por ku ka hapësirë me shumë zëshmëri, zani 2, 3, vende dhe i 4. Kështu që i komplektohet, dhe me thonë, në shumicën e festivale ku shkojmë në rast rrallë, nuk më kujtohet, dhe me thonë, e me vetë me grup që ekzekuton vetë, këndon vetë, pra dhe lunë në instrumenta. Cilat instrumenta i kemi pjesë të grupit Burimi? Po të Burimit janë, keni fizharmonikën, keni klarinet, keni një violin, kemi një bas kitar, kemi 2 dajre, aja ishtë, si thohet, gjanat që praktikohen në grupin tonë. Por qëllimi ishtë që ne jemi edhe, si më dhanë, një mënyrë me frym të vendit, edhe mundohemi një ashtu si ka qenë dikur, të me thanë, na e kultivom një atë burimore, cile ishtë veçant e Ulqinit në krahasim me treva tjera. E aja ishtë një karakteristik e një popullit që duhet mi kultivu, par. Na jemi të fundit si Masterezije, që jemi një këtë gja të praktiku, sa ka me njatë, të ka me njatë, përse ishtë problemi që, si që tha dhe Mustafa që të rritë kanë marrë një devijim, një shqipet ma tepër edhe në për shërete, darsma, kështu ku
janë jashtë ati koncept. Ka më thënë, jashtë konceptit burimor për një kënga folk popa, si me thënë, aja dominen një mënyrë. Përmendet që, Mustaf, i keni një numër të madh të këngëve, por nëse të pyes cila është kënga më e vjetër që ju e risjellni në festivale apo në pjesëmarrjet e juaja, cila është? Janë shumë këngë. Për shembull, konkretisht është Shege Amël, Shege But, ku përmendet Shege Amël prej Tivarit, prej Ulqinit. Çka është karakteristikë se kudo që e kënon, domethënë ato janë qysh se përmendet Tivari, Ulqini, kuptohet kohët e lashta. Pra, domethënë autoktone jona. Kemi këngën e Tahirit, Tahira po vjen me gjuhë, pra që ndodhja ka ndodhur në Gjerana që ka një histori atë pas vetit, domethënë janë vinë vaporet. Pra se vaporet normalisht kena pas një debat knotan dhe për vende tjera, din konkretisht një farsiloj humori shkurt në Peshkopim thonë ndoshta ishte jona, din pak si jo më rithaq me siguri dhe të ke pas dhe një lumë që kanë ardhë din të mollat atje mi lidhë vapart. Dhe me thonë, vetë fjala, ku ishte deti, lumi, pra, kur themi Shkodër, nuk guzojmë me anullu, sepse Shkodranë Ulqinake janë një. Kanë qenë bashkarisht të lidhun, dhe me thonë, ndryshon vetëm për ka dialekti, për këtë këndurit. Pra, janë shumë këngë tipike, për shembull që janë disa që nuk i këndojmë ne që janë shumë të vjetra, do të thënë G.I. Fajs, për shembull që kërkush nuk e din ç'është ajo, për shembull ka ndodhe në Stamol. Janë ka mjaft din me ne mul, ka mjaft din, por ne shikom mundësitë, jo vetëm këngën si këngë ta bëm përzgjedhjen, por ne shikom ku i nepet mundësia harmonike që me shumë zëre të ekzekutohet pra me komplet grupin, jo si mënyrë indivit. Kjo është ajo. Më përmenda atë që tani rinia po e flasim këtë shkon drejt komercializmit, nuk janë më tek ajo burimorja dhe të ruajnë traditat. Ju vetë kur interpretoni këngë të tilla, çfarë emocioneve merrni? Normalisht ndoshta edhe të rinë që na ndjekin ta dinë pak. Normalisht emocionet janë të mëdha, se normalisht se jemi të këndu diçka që ka fillu të harrohet në këto troje. Përveç këtyre këngëve që tha Mustafa, kemi edhe këngën I kam hyrë vaporit, mëse kemi këngën e Turtulleshës, e cila është shumë karakteristike, të cilën e ka komponu Ramadan Sokoli, njoftun, normalisht muzicient I inspiruar të pishat e Albatrosit atje. E ka komponu, atë na ka tregu me gojë ti kur ishim në Tiranë që atë këngë ka bë në Ulqin. Edhe tash mundohen edhe na që atë këngë ta prezantojmë sa më bukur, edhe për çka I përket rinis e shifni edhe vetë se kanë filluar të harrohen këngët e darsmave, shkohet me marr nuse, nuk di kërkush një këngë me kënu, këthen vërtetari regjia, kërkush tjetër. Kështu që duhet me I rujt këto vlera se me të vërtet janë të në ardhë kohënat. Qia edhe besoj për rinin ton duhet përpiqen shumë ma tepër edhe të na aviten edhe I lusim përmet ti programit që të rritë të aviten se ne jemi ban një mosh që me të vërtet kemi me kënu dhe disa vite, mirë po duhet dikush me e përcjell këtë. Mirë, tani unë dal tek një pyetje tjetër. Ju jeni pjesë e festivaleve në trojet shqiptare. Po. Por a duhet, le të themi, edhe këngëtarët të rinj që janë, por edhe në mënyrë institucionale vetë t'i kushtojnë pak më shumë rëndësi që të ruhen? Ashtu. Që t'jemi më shumë pjesë e skenës së vendit? Ashtu. Çka I përket kohës fundit kemi pas do përkrahje nga ana komunës, kështu që I lutemi gjithë institucioneve që me të vërtet të shikojnë të na përkrahin, na me të vërtet mundohen me krejt atë që kena që ta majmë këtë trend dhe këtë muzike tanë, pa mirë, po me të vërtet pa financimin nuk mundet me u ba kërgja. Kështu që kohën e fundit diçka kanë fillu me na ndihmu, në përpiqemi të bëjmë tash do na me bë edhe një album, ajo kushton krejt, kushton institucionet duhet merret me këto gjana. Kudo që shkojmë në festivale, gjithë grupet, ishim tash në Prizren, edhe grupi Elbasanit, edhe grupi Preshevës, edhe grupi Prizrenit, gjithë janë pranë qendrës.
Italis, bravo, arbresht e Italis. Prej Çamërisë. Po, ishin gjithë financum prej qendrave. Do me thënë, ato ishin të punësum, ato me rroga. Ishin të punësum, sa që dy fizarmonistat të Elbasanit kishin dalë në pension. Në pension kishin dalë me rroga të në skemit ne krejt që ka bëjmë një kështu në mënyrë vullnetare, me të vërtet, me përpjekjen e këtij njerit një këtu, se me të vërtet s'kishte pas kërgja këtu, por dashamirësia e tij që ta vazhdojnë këtë punë, normalisht e ka traditë edhe prej të parëve të tij, edhe na jemi në një mënyrë lidhur me muzikë, me të partë e jone, këne, kështu që e përcjellim disesi jemi të shty, por besoj se do të na ndihmojnë organet normalisht të Bashkisë Ulqinit, edhe të na ndihmojnë në realizimin edhe në shtyrjen e kësaj tradite. Nëse më lejon vetëm të bashkangjitem, mos të kaloj kjo. Pikërisht ndihem shumë emocionues, jo vetëm unë, gjithë neve, vlen të përmendën, në secilin festival që kemi marrë pjesë, kuptohet me sukses, dhe më thonë, nuk do na me hy në lavde diplomave që kemi marrë si prej secilit, por do them diçka tjetër, gjithmonë atje në marrim përmendin Ulqinin. Ulqini dhe aq krenar janë me ne, kurse unë i them vetes, adin si që kajnë Ulqinas, s'ka me vetë kërkosh ndoshta në këtë mënyrë. Prandaj, për cilëja kishte me qenë mirë me pas diken prej organeve, prej komune, që me pa që ja vlenë, si thohet. Është vlerë, është pasuri e vendit tonë. Se tesh aja që du të them fjalinë e fundit, duhet t'i dallojmë këngët e reja me këngë burimi. Këtë që ka bëjmë në kish kulturë. Kulturë që e rujmë ne, dhe me thonë, tash edhe kjo kënohet në për gazmene, në për kështu gjona arktuse, por se tipike festivalet bashkë mu për këtë arsye mahen që me rujt vlerat. Pra, këtu është krejt esenca, dhe na jemi aq krenar me gjithë, pra, kur mas shfaqet, kur takohemi dhe na pysin, sa që ka njërë thamë, sa qef kishe pas më një gjuhë dhe Ulqini, se sa livdojnë Ulqinin, nuk futen me emra Mustaf, Basro, ose Isak, ose Burim, por Ulqini. Pra ndaj, dhe me thonë, prezentom vendin ton, jemi, që thohet, krye lartë, e majmë vedin me prezentimi se kena gjanët e bukra, dhe kjo lypet të din me ditë, pra, Ketë një mbështetje dhe me pas një mbështetje, ashtu keshta ja krejt. Sa vite u bën grupit Burimi? Formuash me vitin 2000, gradualisht të rrit. Bën 26 vite. Tash t'i hymë në vitin 26, pra që ekzistom, ka pas, dhe me thonë, në rime antash, si thohet edhe ta, dhe me thonë, por në shumicën e rasteve, këj model që ishtë ka ekzistu më së shumëti. Dhe me thonë, ende në vend që me u paku na vim të jushtu, kështu që jemi 10 antar, të kompletuar, vazhdon ende, që janë mirë se ardhon, si tha dhe Basri, edhe Isaku ma përpara, trinjt me zi shpresi me na afru që me mujtë me vazhdu këtë tradit, varet prej tyre. Si i përshtatin i njëri tjetrit në skenë? Këto 26 vite. Tash 26 vjetë që jemi, thush jemi një frym. Dhe me thamë gjanë ati ushtrom një mënyrë, që me dalë pa gabime, me fjale, me tekst, pa me menje, me muzike, me qenë edhe inë, si thohet, aty me ushtrimet tana gjanat bahën. Por unë deshte i gjatë tjetër mi qeku pëse pa lidhen tesh edhe në këtë maslahat që e patëm, kja punë që e bam na, rujtja dhe me thanë, e adeteve, e frymën i këngës që unë të shpashkej pak edhe fush lokale. Dhe me thanë në frymë toni kështu që nakqe, si i shknu për para, që ka qenë një shëret që i shba, që sot ma nuk e ke. Unë deshta këtë gjame e ceku, që na jemi të i hup edhe identitetin.
se kultura e folklori e kanga vjetër, gjitha kanë lidhje me identitetin, mos them lokal, pa shqiptar, kombëtar. Kështu që çka bëhet në për treva tjerën, tash pa marrë edhe Sërbin, pa marrë edhe Malin i Zi, s'pa shkaj më gjatë heq, që da mës Mali i Zi, kush i përcil ata gjatë, kohën e fundit, jep maksimumin në fush që me rujt me formu identitetin i tyne, edhe ata kanë ba një hap shumë të madh. Filla pej fëmijëve moshën, po thuj 7 vjeçare dhe 10 vjeçare, me folklore, me këngë, me gusle instrumentin e tyne, dhe ata i financojnë plotësisht me rroba, me gjitha, po me dhej folklorike, edhe i napin pështesë të madhe, sepse, da me thanë, ata i japin motivim. Kjo gjë, këta kanë marrë për Serbisë, se Serbia bën çmosin, çka i përket folklorit, ata e krahasojnë me identitet tyne, njësej Malizi. Pse me s'mi ba dhe në atë punë? Na dhe ashtu, jemi në Malëgji, si thohet, një geto, një mënyrë, por tesh që janë mundësina tjera. Ka dhe i fije, si thohet, demokracie, liberalizim ma tepër. Tanë ishtë deri ke komuna, ballafaqimi tyne me këta probleme, edhe organizimi i njerëzve, cilët janë ja partijak për dashamir e rujtjes të identitetit tonë, sepse në shkollat në gjuhën shqype janë zhvillumona, ke kapacitet angazhimit pej shkollës 8 vjeçare, pa thomi 7 vjeçare, 8 vjeçare, deri në gjimnas, ke da me thanë mundësi me sketh talenta, me organizu, se folklori iku, hupi. Kështu që pa me nej, Vjen mirë që po përcjellim këto mesazhen e sot. Sepse nuk na pengon diçka, siç edhe zotëri Isaku thotë, ne jetojmë tashmë në një demokraci, thjesht duhet pak vullnet dhe angazhim më shumë. Edhe kjo që bëni ju është me të vërtetë për tu vlerësuar edhe për tu duar trokitur. Unë ju vlerësoj shumë për gjithë punën që bëni. T'ju pyes pak, cila është kënga më e dashur për ju nga gjitha këngët që ju përcillni në festivale? Cila është më e dashura? A mund ta zgjedhësh një? Pa di se sa ka, nuk mund është praktikisht edhe njëmi zgjedh që me thanë që dalohet, se tana e kanë përbajtjen e vetë. Vijnë vapore shemull. Kanë histori. Kanë historinë e kanë. Oti deto i ka pyrë vaporit. Ka shumë kanë që janë edhe na, kur se diskutom, kjo s'pëm pëlqehet ose kjo pëm pëlqehet. E kanë përbajtjen. Në krahasim me kanë të sotit që janë katastrofik, që sharake. Mas përmendesh... Edhe tekste banale. Ja, banale. Po. Banale. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. E ka stënë edhe rinia bela, rinin e tërhek një mënyrë se, a disi, nuk ka ma romantizm, si thohet. Në tanë segmentet, ka hupa e gja. E të me thanë, në kene e tu në kohët renesansës, po du me brubunën, koha jonë që ka qenë se e kena përjetu kangën, fjallët, tekstin, gjitha. Ta shka ma te për komercializëm. Planet më të afërta është albumi një ndërta?
Apo kanë ardhur edhe ftesa të tjera për pjesëmarrje? Besojmë që albumin ne kemi incizu 2 kanë, tash ndoshta incizojmë edhe 2 tjera, kështu që ta bëjmë një album që ta kena në repertoarin ton këtu në Ulqin. Përveç këtyre deshta të ceki edhe do hapa që në kohën e fundit kanë fillu, se unë si drejtori i grupit duhet të ceki këto mënyrën organizative. Ne kemi pas përkrahje, kohën e fundit kemi pas përkrahje edhe për komune, për kryetarit komunës, kemi pas përkrahje për organizatës turistike, kemi pas përkrahje prej këtë këshillin për mbrojtjen dhe rujtjen e vlerave i cili është pranë Ministrisë Pakicave. Edhe në një bisedë edhe me kryetarin edhe me ministrin për Pakica para 2 netve, edhe Këshilli Nacional, mos ta harron Këshilli Nacional, edhe në bisedë, kështu që kena përkrahjen e tyne, sa që edhe tyne Mustafës edhe Isakut nuk e kam cek, por kjo ka qenë bisedë parmram, kështu që me një ftesë të më kanë shpreh që do të na ndihmojnë, do të na sigurojnë, do të holla, kështu që besoj se kohën e fundit kemi fillu pak me i realizu këto anërat e jona, të cilët janë tash 20 vjet, 26 vjet sa thame. Kështu që tash presim në realizimin e këtij albumin, i cili ndoshta sa më shpejt do të jenë. Ju uroj që të realizohet sa më shpejt edhe le të jetë, le të themi si një dokument tashmë për gjithë ata që duan të dëgjojnë këngët burimore dhe të dinë. Ftesat, le të themi, të radhës, i kemi Mustaf, i presim. Po zakonisht pranvera ishte ajo, domethënë prej muajit mars, që organizohen dhe vjeshtë, domethënë prej shtatorit deri në nënor. Zakonisht 3 javë ma përpara na thrasin, kështu kur e shohin të arsyeshme që të marrim pjesë. Kemi mjaft kohë, se mjaft jemi të ushtërum dhe të përgatitur, domethënë na mjafton një 3 javësh që mu përgatit detajisht, sepse ne nuk ndojmë mënyrë të lirë, për mënyrë domethënë përcaktuar me melodi me gjitha. Kështu që është një kënaqësi, atë që thatë cila këngë është më e bukur, cila që e preferojmë, gjitha janë të mira kur janë të vendit tonë, domethënë ty në trojeve që këndohet këtu, por ne tentojmë se cilën që e këndojmë të jetë sa më origjinale. Prandaj në festival domethënë çmohet më tepër origjinaliteti i këngës, se si kënohet, se mbi gjitha tjerat, dhe interpretimi me vegla muzikore, melodia tipike e atij vendi kështu. Këta janë ata gjanat që ne i ushtrojmë, që i rrim mrapa, edhe ku normalisht kur një këngë në gjatë festivalit sa shumë marrin pjesë brenda 2 netve për shembull që marrin zakonisht, askush nuk këndon këngët tona, domethënë që e kemi bërë për zgjedhjen e mirë, domethënë janë bashkë të vendit. Kurse sa i përket rinis, i ftojmë kushdo që ka vullnetin, qefin, na bashkangjitet, një mënyrë që t'ja lshojmë edhe aty në një ditë. Unë ju falenderoj shumë, sepse minutazhet edhe të emisionit deri diku janë të kufizuara, e di se do të kishim edhe shumë çka për të folur, por studia jonë është e hapur, uroj që të jemi përsëri bashku për të folur për gjithë këto vlera edhe kontributin e juaj, edhe uroj shumë që të rinjt kenë dëgjuar sot. Ta trashëgojnë edhe ashtu si thatë është vlera jona, është identiteti ynë. Jam përzemërsisht falenderuese që ishit këtu edhe ju uroj suksese gjatë më gjatë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Kënaqësi.